Ju aktualisht i nderuar jetoni me bashkëshorten tuaj me Xhulin. Po. Ju vini nga një divorc, me të cilin keni dhe 2 fëmijë. Po. Si keni përjetuar atë divorc në ato kohë dhe si keni... Divorci është i dhimbshëm, nuk diskutohet. Divorci është shumë i dhimbshëm. Unë nuk di, do të them që mund të ketë edhe kështu që bëjnë festë kur divorcohen, e kupton se por kjo mund s'ka ndodhur kjo. Kjo unë në qoftë se unë sot përsëri kam një familje dhe shumë të mirë. E kuptoj. Edhe se edhe Xhuli vjen nga një divorc i saj, në kuptimin e saj. Po, e di që ka edhe 2 fëmijë. Po. E ne si kemi bërë kështu, si kemi fshehur këto gjëra, por do më thënë janë të 2 familje, do më thënë fëmijët e mi, po, kuptohet, ata djali është në Amerikë, punon në Seattle, në Amazon.com, në kompaninë më të madhe të botës, do më thënë që është Amazoni, e dini ju. Që djali Arieli ka dalë shumë mirë në mësime. Edhe këtu ka qenë, si thua, mbret i absolut, do më thënë, i maturantëve të atyre dhe kohërave, dhe fitus olimpiadash në çdo kohë ku i them, djali im ka dalë në botë pa parat e mia. E kuptoj. Vetë, do më thënë, me... Pra ka çfarë vetë, nuk ka çfarë me emrin tuaj që ju keni pasur dhe poste të larta në këtë vend. Mund ta përdorësh kështu, do më thënë. Djali im është kështu që nuk thonë më që ai është djali i Gagjës, po thonë që si thonë, Gajo është babai i Arielit. Babai i Arielit. Do më thënë se qendra e rëndësishme është ai. Po. Dini më i vlerësuar kur ju specifikojnë që ju jeni babai i Arielit? Po, sigurisht. Do të thonë, dhe Magi po ashtu, Magi është martuar, është në Berlin, ka bërë shkollë, ka bërë disa shkolla. Edhe, prandaj them që ka qenë, ne jemi të shëndosh në këtë familje, po kemi dalë nga themelet të shëndoshat. E kuptoj. Kështu që, po kështu dhe fëmijët e Xhulit janë... E kuptoj. Aktualisht ish bashkëshortja juaj, a ka kriju familja ashtu sikur se keni krijuar dhe ju? Jo. Ajo nuk ka krijuar. Nuk ka krijuar. Kjo tregon, domethënë që e ruan ndaj jush një... Ja, ashtu si dhe unë jam i lidhur me ta, domethënë ne kemi një komunikim kështu, që herës edhe komunikojmë kështu, nuk kemi... E kuptoj. Për shembull, kur u martua Magi, po? Në, që thonë, bëri një dasëm në... e bën bashkë ata, me të shoqin ndaj fjalë, në Berlin. Po? Edhe ftoi një 90 veta. Më ftoi dhe mua me Xhulin, ftoi dhe të Jemën, Aidën, me Arielin, ata ishin aty, dhe kur ishin një 90 veta, 80-90, nuk e di, edhe pasaj, si thua, shu prezentuam. Kjo vajti ke Aida shkoj ke... Te Xhuli? Te Xhuli, dhe i tha, Aida, i tha, Xhuli, në rregull. Pastaj erdhi ke unë. Gajo ta gëzojmë martesën e Magit. Kjo është... Si thuhet, të na trashëgohet Magi. Të na trashëgohet. Domethënë, natyrisht ka dhe tronditje në këtë takim. E kuptoj, po, pra, është vërtet... Njerëz të kështu, por... Ta mendosh për vetë faktin se e cila ka marrë këtë hap është vërtet për tu admiruar, se jo të gjithë mundën ta bëjnë këtë. Unë kalova një dashuri të argjend, kur i thonë me të. Dashuria argjend është kur bën 25 vjet thonë. Quhet argjend. Po. Ndërkohë me Xhulin nuk e keni bërë këto 25. Nuk arrita dot 50-ën. Se duhet të jesh 50 vjet martuar që të quhet dashuria e artë. E kuptoj. Ose diamant. Si keni ju e keni përjetuar vërtet shumë keq divorcin me Aidën? Po.
Por si jeni rimbëkëmbur sërish nga kjo plagë që ju keni marrë në ato vite? Unë kam pasur një armë të fortë këngën. Pra, Me këngët me këngë keni shruar shpirtin. Kurojnë të gjitha gjërat. Po të fillojnë të këndoj këngët e dashurisë që di unë, italianet, anglezet, disa franceze. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, je serai d'inventer l'amour que m'éteint son qui vient sous ses doigts, mettre les couleurs toujours et qui ne revient pas. Jodassin, shumë e bukur. Shumë e bukur. Gjua frënga është vërtet shumë e bukur dhe muzika e saj. Kështu që unë s'do iki pa e kënduar atë. Patjetër. The Power of Love. Patjetër. Edhe në fund do këndoj këngën finale timen. Me atë do ta mbyllim. Tu,